Rishjemi përsëri në edicionin qendror informativ në ekranin e Blu Televizion. Gjërësisht do të njihemi me informacionet e zhvillimet e ditës. Pikërisht e portalet, të cilat kapin fundin dhe bëhen kasap të reputacionit, viktim nuk mbetet vetëm një individ apo një institucion. Viktim mbetet vetë shoqëria. Përdorimi i sëmundjes, frikës dhe stigmës si armë politike nuk është thjesht një akt desinformimi, por një veprim i rënd, i papërgjegjshëm dhe i rrezikshëm. Të ndalemi tek shënimi redaksional nga Bluja. Kur portalet kapin fundin dhe bën kasap të reputacionit, viktim nuk mbetet vetëm një individ apo një institucion, viktim mbetet vetë shoqëria. Këtë fundjavë, një pjesë e portaleve dhe faqeve anonime kapën fundin duke përhapur pretendimin monstruoz se kryetari i Bashkisë së Gjirokastrës Flamur Golemi dhe 18 punonjës të institucionit ishin të infektuar me HIV/AIDS. Vetë Bashkia e Gjirokastrës i hodhi poshtë këto pretendime si tërësisht të pavërteta, të sajuara dhe pas një bazë faktike apo reale. Përdorimi i sëmundjes, frikës dhe stigmës si armë politike nuk është thjesht një akt dezinformimi, por një veprim i rënd, i papërgjegjshëm dhe i rrezikshëm që synon të dëmtojë figurën e institucionit, dinjitetin e punonjësve, të përhap panikë dhe mbi të gjitha të armiqësojë qytetarët me institucionin dhe me njëri tjetrin. Dhe le ta themi troç, nuk është rasti i parë. Prej vitesh politika dhe megafonët e saj kanë kthyer baltën në industri. Herë me insinuata për skandale seksuale, herë me akuza për drogë, korrupsion, dhunë ndaj grave, nënave, motrave apo partnereve, herë me histori të sajuara që synojnë të poshtrojnë, jo të vërtetojnë. Sa me ulët goditja, aq më i madh klikimi, sa me neveritshme shpifja, aq më i zhurmshëm përdorimi i saj politik. Kjo nuk është betejë idesh, është një kanibalizëm politik. Por ky është një rast i paprecedent pasi ata që gatuan këtë çorbë përfshin 3 element: shëndetin, dinjitetin njerëzor dhe stigmën sociale. Të përdorësh HIV/AIDS-in si material për linçimin publik është dy fishe ndyrë. Së pari sepse sulmon njerëz konkret me një akuzë të pavërtet, së dyti saboton dhe hedh në erë të gjitha marrëdhëniet sociale, institucionale dhe njerëzore, duke bërë që njerëzit të mos besojnë më asgjë, të dyshojnë për gjithçka, fëmijët e nënat, burrat e gratë, gratë e burrat, nënat e baballarët tek fëmijët e tyre. 400 punonjës të administratës të trajtojnë si lebrozët mesjetar, si pervers, duke dëmtuar në mënyrë sizmike dhe permanente çdo marrëdhënie të tyre me pjesën tjetër të qytetit përjetësisht. Kjo është fitoria më e madhe e propagandës, jo kur bind, por kur rënon jetë dhe standarde. Pasojat shoqërore janë të qarta. Një shoqëri që mësohet të konsumojë poshtërim si lajm bëhet më cinike, më ashpër dhe çnjerëzore. Fëmijët dhe të rinjtë rriten duke parë se si karakteri vritet për klikime dhe si krijohen përbindshja për agenda politike, si dinjiteti shkelet për trafik dhe se si shpifja shitet si lajmi i fundit. Kur një institucion detyrohet të dalë të mohojë një trillim të tillë absurd, energjia publike largohet nga problemet reale dhe futet në batakun e krizave të fabrikuara. Bashkia ka kërkuar nisjen e hetimeve, duke theksuar se përhapja e informatave të rreme që synojnë të krijojnë panik përbën vepër penale sipas nenit 267 të kodit penal. Kjo do të thotë se çështja nuk është vetëm morale dhe profesionale, ajo prek drejt për drejt rendin publik, besimin e qytetarëve dhe funksionimin normal të jetës institucionale. Prandaj kjo histori nuk duhet të mbyllur me një status, me një mohim rutin apo me një val tjetër komentesh në rrjet. Duhet të ketë përgjegjësi ligjore, profesionale dhe publike. Ata që sajojnë, publikojnë dhe shumë fishojnë një lum të tillë nuk mund të fshihen pas justifikimit banal, kështu po qarkullonte. Jo, dikush e shkroi, dikush e publikoi, dikush e shpërndau me vetdije dhe secili që ka pjesën e vet në këtë kalbëzim duhet të vuajë pasojat ligjore dhe financiare. Sepse kur portalet bën kasap të reputacionit, viktim nuk mbetet vetëm një individ apo një institucion, viktim mbetet vetë shoqëria. Pishat e thara për 6 shëtitores lungomare 1 shtojnë ndjeshëm numrin e tyre. Për qytetarë që frekuentojnë çdo ditë shëtitorën e Vlorës, kjo situatë nuk është e re, ndërsa ndikon drejt për drejt edhe në imazhin e një prej projekteve më madhore të qytetit. Jemi rikthyer në aktualitet. Ka shkuar në 80 numri pishave të thara për gjatë shëtitores Lungomare 1. Shumë prej këtyre pishave janë prerë duke lënë në mes të shëtitores gropa të mëdha, të cilat janë kthyer edhe në pengesë për lëvizjen e qytetarëve. Ata të cilët e frekuentojnë çdo ditë shëtitoren e Vlorës tregojnë se këtë situatë e kanë vënë re, duke e përshkruar si një fenomen negativ që ndikon drejt për drejt në imazhin e një prej projekteve më madhore të qytetit.
Sipas qytetarëve që në nisje të këtij projekti, u pas se pishat ishin pemë të papërshtatshme për klimën bregdetare e nuk duhet të vendoseshin kaq pranë Bregdetit, por vendosja e tyre u bë pa asnjë studim apo informacion. Qytetarët e Vlorës kërkojnë që këto pisha të zvendësohen me të tjera pemë të përshtatshme për klimën dhe zonën. Për këtë situatë, pushteti ka disa vite që ende nuk ka ndërmarrë asnjë mas, ndaj duhet edhe të reagojë. Po këtu sa nga juga se i dhe juga këtu. Tu sa qira se vaditja si duhet jetë e dobë, s'do këtë uj. Çfarë masash duhet Masat më masa e dhe që merrem me këtë punë. Dhe mund t'i zvendësojmë. Të e zvendësua. Po tash bashkia e di atë punë. Ata që merren me këtë punë. Më do të kujdesen shumë mos të merrem me të vjedhur. Se kështu ka vetë kjo punë. Për mendimin tim gabime është, po qeveritarët e dinë më mirë punë ata që kanë dorë këto gjëra. Po duhet të ishin marrë, po do të rregullojnë avash avash. Po pse nuk zvendëson? Po që di, i bëjnë avash avash punën. Si bëjnë shpejt e shpejt, se nuk bëjnë aq kollaj. Partia ka rallë. Ka rallë nga më të ndryshme që ne si dim, ne jemi njës pa shkollë. Pishat në lungomare, unë nuk jam se unë jam e bërës me refane me këto gjera, po mungojnë na ujtë e detit. Ajo i thamë kripa. Vetëm ajo duhet tjetë nuk e di mujtë ke qenë na. As shkollë kam as udro. Nuk ka pas përkujdesje të mjaftueshme që janë. S'është e përkujdesje, jo. Ajo vetëm ujtë i thanë ujtë e detit. S'ka mund, ja i rimonja i bëjnë e Pse qatë. nuk i zvendëson? Po qartë i kanë zvendësuar 3-4 herë, edhe kjo punë është. Ja, pra të them unë pa kujdi unë e shkerta, se mos kam agranome unë edhe do. Po që vetëm na ujtë e detit, vetëm në daga vjen deri këti Po kurë. duhet ishte menduar kjo parapraktisht. Më pyeta i thellë se unë 4 klasë shkollë kam, këtë baba kemo. Si që ishte në fillim nuk na vjen mirë, kuptoj, do ishte më mirë që të ishim më të gjelbëruara, më të rritura, më të mirëmbajtura, po. Mungon mirëmbajtja, kuptoj. Duhet të zvendësuar, duhet ripërtrirë çdo gjë, jo vetëm palmat, po edhe lulet e tjera që ashtu ose kazante lozhave që i bumëre në një vend aty ishin pak ashtu. Hedhu lozhave dakord pastër, po pa pasur ka pak. Po si e shpjegoni pse ndos ky ngërç në qytetin tonë që punët lihen kështu? Dhe më ka rënë në sy si qytetar, po qa do bëj unë? Kemi mungesë mirëmbajtje me kushte. Ka shumë mungesa dhe popullin njën shumë, na ka nik fëmite, na ka nikur. Nuk është qeverisje në rregull kjo, për mua. Ka një kohë të gjatë që ka ndodhur kjo. Pse lihen kështu? Pse nuk zëvendësohen? Ku shndron problemi? Këto i thanë deti, po të paktën të zënë këto, se bien njerëzit me kokë aty. Shkon do fëmija me karrotë, mi them, nëna me karrotë të fëmijës. Të mbyllën këto, të ishtrojnë që këto tjerat, pa këto i ka tharë deti, që vërtet ta kanë vjellë 3 herë ata edhe i ka tharë deti. Nuk kanë mirë që bëjmë deti. Po mirë, nuk u bë një studim në fillim që këto do t'i thonte deti? Po, su bë, se kështu i bëjmë na gjysmake, se gjysma t'i futëm në gjep. Bëhet e mëri, gjysma të bëjnë gjep, gjysma të aty edhe bëhen, si kjo punë edhe rinia iku, e ke met na plejtë. Përgjegjësinë për të zëvendësuar pishat e ka patur firmën që ka ndërtuar shëtitoren, e cila nuk ka pranuar asnjëherë të bëjë diçka të tillë për shkak të kostos së lartë. Ndërkohë, sipas informacioneve, pavarësisht anomalive të shumta në realizimin e projektit, thuhet se Bashkia e Vlorës e ka marrë në ngarkim projektin, e ndaj tashmë është përgjegjësi e pushtetit lokal për t'i zëvendësuar këto pemë. Të shumta janë beturina që hidhen çdo ditë në tërë rrjetin e kanalizimeve të qytetit, veçanërisht në kanalet tukuese dhe ato të ujrave të larta që më pas përfundojnë në det. Gjatë interviste për Blu Televizion, Nazir Habiba, i cili prej 10 vitesh angazhohet me pastrimin e tyre, apelon ndërgjegjësim qytetar. Të shumta janë beturinat që hidhen çdo ditë në sistemin e kanalizimeve të qytetit, mbetje të cilat hidhen veçanërisht në kanalet kulluese dhe ato të ujrave të larta, të cilat përfundojnë më pas në det. Nazir Habiba, prej 10 vitesh angazhohet me pastrimin e mbeturinave, të cilat përfundojnë në detin Adriatik. Ai thotë se kryesisht pas ditëve me reshjeshiu, pastron nga Bregdeti tonelata të gjitha mbetjeve. Mbetje këto që janë kryesisht sipas Habibait plastike e deri tek orendit shtëpiake.
Veturinat që hidhen në rrjetin e kanalizimeve sipas Habibajt bllokojnë kanalet kulluese të qytetit dhe nga ana tjetër dëmtojnë biodiversitetin. Unë jam i punësuar të shërbimet publike dhe çdo ditë të vitit mëngjes darkë mbas dite e kontrolloj zonën e çdo mbeturin që edhe populli i pandërgjeshëm. Tu duhet qytetërim, duhet media të punojnë me të madhe që të arrihet diçka se është e pamundur. Njerëzit ulen anë fara edhin mbeturina vend dhe pa vend. Këto hidhen nëpër kanale dhe i sjellin shirat në detin e kanë bërë depozit, e kanë bërë si landfill. Edhe speciet po zhduken nga mbeturina se nuk jetojnë dot. Me shishet e plasmaset duan dhe ata habitatin e tyre. Të gjitha janë Coca-Cola, gjaketa, dysheqe, krevate pa fund, nuk në gjë pa hedhur. Ditë për ditë një kanal aty poshtë, janë kazanet e lozdrave në anë të kanalit, njerëzit i bien shkurt të erdhin në kanal, fillojnë shirat të gjitha këtujke. Kemi dy fenomene kur ndodhin rreshje të shiut dhe deti keq. Mbeturinat e detit, algat ato nuk janë shumë problem se ato vinera jodi detit nuk sjellin pisllëqe, po që janë kanaqet, shishera, çdo gjë, gjaketa është mbushur deti është e pamundur, nuk mund ta pastrojnë dot. Punën e tij të përditshme e përshkruan si tepër të mundimshme, ndikuar nga dora e njeriut që ndot, sipas tij gjithçka. Habibaj ka dhe një apel për qytetarët të mbajnë pastër ambientin si shtëpinë e tyre. Të gjitha probleme është se bllokuarja i shikoni. Sa do mjetet e bashkisë i shikoni në dispozicion janë në punë, jemi 24 për 24, sidomos tani që është sezoni, vazhdojmë punojmë. Është që ke mundishme, po puna duhet bërë, se nuk mund të justifikojmë duke ndënjur, duhet punuar gjithë ndërmarrja është në dispozicion. Ja i mora në telefon përgjegjësin për automjetin direkt e solli për ta pastruar. Qytetërimi duhet të jetë thelbësor për këtë problem, të kenë ndërgjegjë sikur e kanë oborin e tyre, se vlora është shumë e bukur, na i ka falur Zoti, duhet që të ruajmë. Mi kemi të gjitha male ishuj, gadishuj, duhet të ruajmë me çdo kusht. Një ditë natyra na ka ndëshkuar dhe na ndëshkojmë me këto veprime që bëjmë ne. Duhet që të ruajmë si sytë e ballit. Krahas ndërgjegjësimit të qytetarëve në Vlorë duhet të punojnë më tepër dhe organet ligjzbatuese, policia bashkiake, policia e shtetit, institucionet në mbrojtje të mjedisit duhet të evidentojnë rastet dhe të vendosin gjoba të majme për çdo që ndot sistemin e kanalizimeve apo ambientin përreth. Në Vlorë po diskutohet një paket vendimesh që shkon përtej ndryshimeve rutinë në buxhet, ku rasti më i debatueshëm është ai i plazheve. Bashkia propozon një tarif prej 700 lekësh për çadrat në plazhet publike dhe pyetja që shtrohet është e thjeshtë, apo përmirësohen shërbimet për qytetarët apo po rritet vetëm pesha financiare mbi ta për më gjerë shënimi. Në Vlorë po diskutohet një paket vendimesh që shkon përtej ndryshimeve rutinë në buxhet. Bashkia synon të përdorë rreth 183 milion lekë të trashëguara nga viti 2025 për investime, paga dhe shërbime, duke sinjalizuar një fazë të re zgjerimi financiar dhe administrativ. Pjesë e kësaj pakete janë ndërhyrje konkrete në qytet, si rikualifikime urbane, punime infrastrukturore dhe investime në emergjencat civile. Por krahas tyre, po shfaqet një model i ri. Bashkia jo vetëm shpenzon, por po krijon dhe burime të drejtpërdrejta të ardhurash nga hapësira publike. Rasti më i debatueshëm është ai i plazheve. Bashkia propozon një tarif prej 700 lekësh për çadrat në plazhet publike. Sipas llogaritjeve, nga rreth 1800 çadra në një sezon 90 ditor, priten mbi 114 milion lekë të ardhura, ndërkohë që kostoja e shërbimit është vetëm rreth 6.6 milion lekë. Kjo tregon qartë se nuk bëhet fjalë vetëm për mirëmbajtje, por për një aktivitet me fitim të konsiderueshëm. Bashkia justifikon këtë si një alternativë më të lirë se tregu privat dhe si mënyrë për të garantuar rend, pastërti dhe siguri. Por problemi që ngrihet është tjetër. Kur i njëjti institucion që vendos se rregullat hyn dhe vet në treg, lind pyetja nëse gara mbetet e barabartë për biznesin dhe nëse interesi publik mbetet prioritet. Nga ana tjetër, për qytetarët më të dobët ekonomikisht kjo tarif nuk është e vogël. Pensionistët, familjet me të ardhura të ulta apo të papunët rrezikojnë të përjashtohen nga plazhi publik, duke kthyer detin nga një jetë drejt në një luks. Ekspertët theksojnë se një politikë drejt duhet të parashikojë lehtësi,
apo zona pa pagesë për këto kategori. Ndërkohë bashkia po rrit dhe numrin e punonjësve dhe po hyn në fusha të tjera si administrimi i mjeteve të bllokuara, duke ndjekur të njëjtën logjik, kontroll mbi territorin dhe krijim të ardhurash. Në thelb, Vlora po përballet me një ndryshim filozofie në administrimin e qytetit. Pyetja që shtrohet është e thjeshtë: apo përmirësohen shërbimet për qytetarët, apo po rritet vetëm pesha financiare mbi ta? Përgjigjja do të varet nga një element kyç. Nëse të ardhurat e mbledhura do t'i kthehen realisht qytetit, apo do të mbeten thjesht shifra në buxhet. Le të ndalemi te politika. Shqipëria vendi ideal për punëtorët indian. Kështu tha në një deklaratë për mediat ambasadori i Indisë në Tiranë, Ravindra Prasad. Sipas tij, deri më tani në Shqipëri janë rreth 1200 shtetas indian të punësuar, ndërsa India ka krapune të kualifikuar dhe miqësor që përshtaten shumë mirë me mjedisin lokal. Shqipëria vendi ideal për punëtorët indian, kështu tha në një deklaratë për mediat ambasadori i Indisë në Tiranë, Ravindra Prasad. Ai shtoi se deri më tani në Shqipëri janë rreth 1200 shtetas indian të punësuar, ndërsa po punohet me qeverinë shqiptare në arritjen e një marrëveshje partneriteti, në mënyrë që të realizohet migrimi i rregullt e që më shumë krapune të vinë në Shqipëri. Ambasadori tha se India ka krapune të kualifikuar dhe miqësor që përshtaten shumë mirë me mjedisin lokal. See, like from the newspaper reports, we see that in 24, since 2020, when the visa-free regime was introduced. India është një fuqi e madhe e punëtorëve të kualifikuar dhe një numër i madh indianësh punojnë në të gjitha pjesët e botës, sidomos në vendet e Gjirit, në Mbretërinë e Bashkuar, Gjermani, Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Por në Shqipëri numrat janë shumë të ulët, siç më është thënë vitin e kaluar janë dhënë rreth 1200 viza për punëtorë indian. Pra jemi në drejtimin e dur, po ecim përpara. Numrat po rriten dhe shpresoj që shumë më shumë do të vinë në Shqipëri. Po punojmë për një marrëveshje partneriteti me qeverinë e Shqipërisë, në mënyrë që të kemi një migrim të rregullt ose ardhje të rregullt të njerëzve nga India. Siç e dini, indianët janë shumë miqësor, shumë punëtor dhe përshtaten shumë mirë me mjedisin lokal. Kështu që shpresoj që ata do të gjejnë një vend të mirë për të punuar këtu. Punëdhënësit shqiptar do t'i konsiderojnë punëtorë shumë të mirë. Jo vetëm si krapune, por edhe si turistë indianët i kanë rritur shifrat e tyre në Europë, në veçanti në Shqipëri. Ambasadori tha se nga të dhënat që ka lexuar, më shumë se 35.000 indiane kanë vizituar vendin tonë dhe më shumë do të vinë në vijim. The numbers are picking up and I hope that many more will come to Albania. We are working on a partnership. Nga raportimet kemi parë që në vitin 2024, që kur nisi regjimi pa viza, njerëzit kanë ardhur gjithnjë më shumë në Shqipëri, sidomos indianët që jetojnë në vendet e Gjirit, në Mbretërinë e Bashkuar apo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ambasadori indian tha se në Shqipëri ka edhe interes të investitorëve indian. We have relations since long. We are this year celebrating 70 years of Ndërkohë, në kuadër të marrëdhënieve 70 vjeçare mes Shqipërisë dhe Indisë, pritet të ketë një sër aktivitetesh ekspozita të lidhura me Nën Terezën, si dhe mbrëmje kulturore indiane që do të organizohen në Shqipëri, përfundoi ambasadori. With Albanian government, we are also thinking to get a cultural troupe from India to Albania and maybe we get a one night show in Vogrades. So this is we are going to do, but we are discussing many agreements. We have 2-3 agreements already in place, but we hope to do many more agreements this year and in coming years. Një jetë në blegtorien dhe mes vështirësive, janë vëllezërit Gërnesaj që kanë nisur këtë punë që në fëmijëri dhe sot kanë rreth 750 krerë bakti të imta dhe 20 krerë lop. Fermerët kërkojnë më shumë vëmendje nga shteti. Një jetë në blegtori, ende mes vështirësive, Ismail Gërnesaj së bashku me vëllain e tij e ka nisur këtë punë që në fëmijëri, ndërsa sot kanë rreth 750 krerë bagëti të imta, si dhe 20 krerë lop. Gërnesaj tregon se puna e blegtorit ka mjaft vështirësi, pasi është një angazhim që kërkon 24 orë në ditë. Ai pranon gjithashtu se ndihma nga shteti ka qenë e pakët. Për të kullotur bagëtit, ata lëvizin në zona të ndryshme, nga Karaburuni deri në Llogora. Pavarësisht vështirësive, Gërnesaj thot se arrin të nxjerrin rreth 2 kuintal qumësh në ditë.
por preferojnë ta përpunojnë vetë dhe të prodhojnë nën produkte me forcat e tyre. Ai shton se edhe mishin nuk e dërgojnë në thertore, pasi çmimi si në thertore ashtu edhe tek kasapët, si dhe çmimi i qumshit nga baxhot është shumë i ulët e nuk mbulon kostot. Që në femiri që në vitet 90, 304. Sot që flasim, sa krerë keni? Po bërë rreth 750 krerë. Impa. E në 20 lopë. Më folë qik, sa vështirë është të jesh blektor sot? S'ka punë më të vështirë. Puna më e vështirë sot për sot, blektoria. Nuk ka punë tjetër më të vështirë. Sa orë në ditë ju ha? 24 non-stop. Jenë të duhe gjithë? S'ka pushim kjo punë. Juve keni marrë të kujtë të losë në bakti, keni të ndara si? Ne kemi të ndara. Unë kam rreth 80 hektar toka me qira. Kam në Karaburun, që marrim nga Pijori, nga shteti. Kam malet e verore të Bashallajt, që i qënë për verë. Tu në Rikum, zakonisht. Në Rikum, Fush Dukatit, në Radhim, tokat që kam të Çfarë i bën mishit apo dhe në produkteve qumshit e tyre? Mishin e shesim në për restorantet e zonë, nuk preferojmë të kasapi, se dihet se çfarë ndodh në kasapi. Kurse bulmetin kemi bëni punisht të vogël për baxho, mini baxho mund ta quajmë. Edhe tregtojmë vetë, po, të gjithë. Se kasapë, më thatë, kasapët e baxho, çfarë ju marrin lirë se si shtrinë si funksionon? Po, kasapi pinta merr pothuajse edhe gjysmë për gjysmë, kurse baxhot është akoma më katastrofë. Me çmim të ulët? Me çmim shumë të ulët. Ju dëmtoni ju fermerëve? Dëmi kryesor është nga baxhot. Sot për sot. Nëse themi sa qumësh nxjerrni në ditë nga krerët? Po sot se janë periudha, janë mbi 2 kuntal qumësh, mbi 220 litra. Sot. Nuk preferoni ta shisni qumshin ta bëni djathtë? Jo, e bëjmë djathtë, Sa shitet sot një litër qumësh nga fermeri tek baxhoxhin? 1500 lekë. Është pa në për lokale nuk më marre 1000 lekë është i pikon ujë. Ose në një dyqan të thjesht, 500 lekë është gjysmë litri ujë. Ndihma nga shteti sipas tij mbetet e pakët. AZHBR nuk e ka kualifikuar disa herë për shkak të dokumentacionit, gjë që e vështirëson edhe më shumë punën e tij. Vetëm këto subvencionet që japin ato 12000 lekë për krerë, se për naftën unë kam ja 2 vjet që nuk aplikojmë, se nuk s'marr do dokumentat tokave njerëzve. Është problemi i dokumentave të tokave. Problemi i dokumentave të tokave, e kemi ngritur shumë herë problem, dhe kur kemi bërë mbledhje me ministrin me ta njerëzit e AZHBR-s, po Po kështu në AZHBR ndonjë grant apo prapë është problemi i tokave i pronës? Unë u skualifikova isha për ndërtim për stadu. Me i atë ka vështirësi, por ka edhe bukurinë e saj kjo punë apo jo? Po, është punë e bukur. Ne jemi rritur me këtë punë edhe punë tjetër, vesh punoshte tjetri, vetëm sa i gëzohemi që jemi punë tonë. Sa çoban keni punsur? I paguni si është? 3. I paguni juve me gjithë? Po, 3 çoban. Keni përfituar ndihmë nga shteti, u skualifikuat për çfarë arsye? U skualifikuam për arsye se mua më doli dëshmia e penalitetit e pistë, se u dënova për 2 rreshta bllok që ngrita stallat e vjetra të dhënëve dhe u dënova për ndërtim pa leje. Stalla për bagtit tuaj? Për dhënë. Cile u proceduat se ndërtuat në tokën tuaj, por e ki pa letra si pse? Toka pa letra është në 7501, pretendojnë pronarët e vjetër nga 3 sa të tilla. Edhe për këtë u skualifikuat dhe në AZHBR? Po, për shkak të dënimit. Megjithatë Ismaili dhe vëllai i tij e duan këtë punë, e shprehen se do të vazhdojnë të merren me blektori, pavarësisht vështirësive të përditshme. Bordi i transparencës ka ulur me 13 lekë çmimin e naftës, e cila tani do të shitet 197 lekë, benzina do të shitet me 172 lekë, 4 lekë më parë se një ditë më parë, ndërsa çmimet e caktuara nga bordi kanë hyrë në fuqi këtë të shtunë rreth 10:30 të paraditës. Për herë të parë që nga konflikti i nisur në lindjen e mesme, bordi i transparencës ul nën 200 lekë për litër çmimin e karburanteve në pikat e tregtimit me pakicë.
Një çmim i tillë është reflektuar edhe në qytetin e Vlorës, ku në pikat e tregtimit të karburanteve 1 litër naftë shitet me 197 lekë, ndërkohë që 1 litër benzinë shkon në 172 lekë. Duket se këto çmime do të mbeten në fuqi deri në mbledhjen e radhës të Bordit të Transparencës, ndërkohë që tashmë çmimi i naftës ka mësuar dhe një ulje në tregjet ndërkombëtare. Bordi i Transparencës ka vendosur të ulë me 13 lekë për litër çmimin e naftës. Si rezultat në tregun shqiptar, 1 litër naftë do të shitet me 197 lekë nga 210 lekë që ishte më parë. Ndërkohë edhe çmimi i benzinës ka pësuar një ulje të lehtë prej 2 lekësh për litër. Konkretisht, benzina do të tregtohet me 172 lekë për litër nga 174 lekë që ishte më parë. Çmimet e reja kanë hyrë në fuqi këtë shtunë më 18 prill duke filluar nga ora 10:30 dhe do të mbeten të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të Bordit të Transparencës, ku pritet të reflektohen sërish ndryshimet e mundshme të çmimeve në treg. Autoritetet u kanë bërë thirrje të gjithë operatorëve të tregtimit me shumicë dhe pakicë të nën produkteve të naftës që të zbatojnë detyrimisht këtë vendim, në të kundërt paralajmërohen masa të rrepta ndëshkuese që mund të shkojnë deri në pezullimin e aktivitetit për subjektet që nuk respektojnë çmimet e përcaktuara. Kjo është hera e parë që nga nisja e konfliktit në linjën e mesme që çmimi i naftës në vend bie në nivelin e 200 lekëve për litër, një zhvillim që pritet të ketë ndikim pozitiv për konsumatorët dhe sektor të ndryshëm të ekonomisë. Megjithatë, këto çmime mbeten të përkohshme dhe do të vijojnë të jenë në fuqi deri në një vendimarrje të radhës nga Bordi i Transparencës. Rritja e turizmit është reflektuar edhe në zonat bregdetare të Sarandës dhe Ksamilit, të cilat dikur konsideroheshin destinacione të qeta dhe shumë të lira. Sipas The Traveler, Shqipëria vijon të forcojë pozita si destinacion turistik edhe në Europë. Rritja e turizmit është reflektuar edhe në zonat bregdetare si Saranda dhe Ksamili, të cilat dikur konsideroheshin destinacione të qeta dhe shumë të lira. Sot ato po shfaqen si destinacione të njohura mesdhetare, me ndërtime të reja, një fluks më të madh turistësh dhe çmime më të larta. Infrastruktura po zhvillohet me ritëm të shpejtë, duke përfshirë tunelin e Llogaras dhe projektet për një aeroport të ri në Vlorë, të cilët kanë përmirësuar ndjeshëm aksesin, por gjithashtu kanë rritur presionin mbi tregun e turizmit. Shqipëria mbetet ende e përballueshme. Pavarësisht rritjes së çmimeve, Shqipëria mbetet një destinacion i përballueshëm për turistët, veçanërisht jashtë pikut të sezonit dhe jashtë zonave më të njohura bregdetare. Në veri, në zona si Thethi dhe Valbona, çmimet mbeten më të ulta dhe përvojat janë më autentike, me akomodim dhe ushqim të kombinuar që shpesh kushton rreth 30 deri në 35 euro. Edhe zona si Pogradeci apo Korça, Himara, Vlora apo edhe Saranda ofrojnë alternativa më ekonomike. Në Tiranë, restorante tradicionale dhe lagjet rezidenciale ofrojnë ende çmime të përballueshme për ushqim dhe pije. Transporti publik brenda vendit mbetet gjithashtu një nga elementet më ekonomik të udhëtimit, me bileta shumë të lira se mesatarja evropiane. Policia ka zbardhur djegjen e qëllimshme të automjetit në pronësi të një punojësi të policisë, ku si pasojë e zjarrit është përfshirë dhe automjeti i ngjitur. Policia ka ndalur autorin e dyshuar të zjarrvënies, e sipas tyre është bërë dhe identifikimi i porotsisit të dyshuar të kësaj ngjarje, një 35 vjeçari, i cili aktualisht ndodhet me mas sigurie arrest në burg. Policia zbardh dhe dokumenton në kohë të shpejtë djegjen e qëllimshme të automjetit në pronësi të një punojësi policie. Si pasojë e zjarrit u përfshin nga flakët edhe një automjet tjetër. Identifikohet, kapet dhe ndalohet autori i dyshuar i zjarrvënies. Gjithashtu është dokumentuar me prova ligjore edhe porositësi për djegjen e automjetit i cili ndodhe me mas sigurie arrest me burg. Sekuestrohet në cilësinë e provës materiale automjeti me të cilën lëvizte autori i dyshuar. Si rezultat i veprimeve hetimore, intensive dhe profesionale, shërbimet e policisë bën të mundur identifikimi, kapjen dhe ndalimin e shtetasit AM 39 vjeç banues në Vlorë, person me precedent kriminal si autori i dyshuar i zjarrvënies. Nga hetimet rezulton se ky shtetas me datën 14/4/2026 ka djegur automjetin e markës Ford C-Max në pronësi të punojësit të policisë DP. Si pasojë e përhapjes së flakëve, është përfshirë dhe dëmtuar edhe një automjet tjetër i markës Mercedes-Benz në pronësi të shtetasit RK. Në vijim të veprimeve hetimore, është bërë identifikimi porositësit të dyshuar të kësaj ngjarje shtetasit LH 35 vjeç banues në Vlorë, i cili aktualisht ndodhet në mas sigurie arrest në burg. Nga hetimet paraprake dyshohet se kjo ngjarje ka lidhje me një operacion policor të datës 2/4/2026, gjatë të cilit shërbimet e forcës së posaçme Shqiponja, ndër të cilët ishte edhe punojësi policisë, kanë kapur në flagrancë shtetasin LH pasi kishte thyer masën e sigurisë arrest në shtëpi.
të caktuar nga gjykata për veprën penale prodhimi dhe shitja e narkotikëve. Në bashkëpunim me prokurorin vijojnë veprimet hetimore për dokumentimin e plotë të kësaj veprimtarie kriminale dhe për implikimin e personave të tjerë të mundshëm. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Vlorë për veprën penale, shkatrimi i pronës me zjarr e kryen në bashkëpunim. Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar në gjyq kryeinspektorin dhe 2 inspektorë të Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit Divjak të akuzuar për veprën penale, shpërdorim detyre. Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier ka përfunduar hetimet dhe ka dërguar në gjyq kryeinspektorin dhe 2 inspektorë të Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit Divjak të akuzuar për veprën penale, shpërdorim detyre. Sipas hetimeve, rezulton e provuar se në të paktën 31 raste të referuara për ndërtim të paligjshëm dhe të gjykuara më pas me vendime të formës prerë, zyrtarët e Inspektoriatit të Mbrojtjes së Territorit nuk kanë ushtruar detyrat e tyre ligjore për kontrollin e territorit. Gjithashtu, sipas prokurorisë, në disa raste nuk është ndjekur procedura e plot ligjore, përfshirë konstatimin e shkeljeve, vendosjen e gjobave, prishjen e objekteve dhe kallëzimin penal, po ashtu nuk janë ndërmarrë veprime për vjeljen e gjobave brenda afateve ligjore, duke sjellë dhe humbje financiare për shtetin. Nga hetimet rezulton se dëmi ekonomik i shkaktuar në periudhën 2021-2022 arrin në shifrën 11.170.000 lekë. Çështja tashme ishte kaluar gjykatës, ndërsa të pandeurit do të përballen me akuzën e shpërdorimit të detyrës sipas nenit 248 të kodit penal. 90 minuta larg verdiktit për ngjitjen në kategorinë e parë, teksa të dielën luhet finalja mes Orikut dhe Putrintit të Sarandës, një ndeshje e cila do të përcaktojë ekipin që do të ngjitet një kategori më lart, ndërsa do të jetë një përballje e vetme që vendos fatin e një sezoni të tërë. 90 minuta larg verdiktit për ngjitjen në kategorinë e parë, të dielën luhet finalja mes Orikut dhe Putrintit të Sarandës, një ndeshje që do të përcaktojë ekipin që do të ngjitet një kategori më lart, një përballje e vetme që vendos fatin e një sezoni të tërë. Oriku ka kryesuar kampionatin në kategorisë së dytë dhe sipas trajnerit Sherif Idrisaj në këtë përballje vendoset gjithçka. Ai shprehet optimist se skuadra e tij do të arrijë objektivin. Normal është ndeshje fundit, është ndeshje që vendos. Nuk duhet ta kishim çuar deri këtu sepse kemi pasur gjitha mundësitë, kemi bërë hapa falls rrugës, edhe normale që përgjegjësitë mbien mbi ne, mbi çunat, edhe është një ndeshje që është patjetër e vlerësuar maksimalisht dhe do bëjmë maksimumin që të arrijmë një rezultat pozitiv që na çon drejt kategorisë së parë. Fillimisht ishte menduar që takimi të luhej në Vlorë në stadiumin Flamurtari, por tashmë është vendosur të zhvillohet në Orikum ditën e diel në orën 14. Vetë trajneri thekson rëndësinë e kësaj ndeshje që përcakton fatet e sezonit. Besoj që po, sepse fati është që edhe Flamurtari luan sot, edhe normal që edhe tifoza do ketë. Ne kishim një mendim që ta zhvillonim ndeshjen në stadium Flamurtari sepse qoftë presidenti Flamurtarit, qoftë edhe drejtuesit e tij, na janë gjendur afër edhe na i kanë vënë dispozicion stadiumin, kështu që do ishte shumë e bukur dhe për ne, ndoshta edhe për Butrindin sepse do kishin edhe tifoz, gjë që nuk është pranuar. Kjo është pjesë që u takon të tjerëve, ne afruam atë bashkëpunimin ton, kështu që do e luajmë në fushën tonë, në shtëpinë tonë, tu nuk ka asnjë problemi, qoftë edhe Flamurtari dhe këtu njësoj ishte, por që do japim maksimumin për të arritur një rezultat pozitiv sepse është e drejtë mendoj që kemi 3 vjet që e sulmojmë në ngjitjen kategoritë të parë, kemi qenë gjatë gjithë vitit udhëheqës të kampionatit, por që donte fati kështu edhe do përballemi drejt për drejt. 90 minuta që vendosin gjithçka në një përballje të vetme ku do të përcaktohet se cili ekip do të ngjitet një kategori më lart. Ju falenderojmë që na ndiqni. Mirupafshim.